Përshëndetje miqtë e emisionit tonë. Le të shikojmë natyrën në pranverë, gjithandej e vrullshme. Miliarda sytha shpërthejnë lastar të ri, miliarda lule fillojnë të çelin plot kënaqësi në atë freskinë pranverore dhe të japin lule të shumta shumëngjyrëshe. Epokë kësaj natyre, kaq të vrullshme, duhet i përgjigjet edhe njeriu, që do të thotë të ndryshojmë jo vetëm veshjen, por e para të ndryshojmë strukturën tonë ushqimore. Shkurtimisht, të heqim ato gjellët e rënda dhe të pasura me shumë mish dhe t'i afrohemi, t'i çojmë trupit tonë produkte krejtësisht natyrale të stinës së pranverës. E në këtë mënyrë, ne do të bëjmë me të vërtet një detoks. Detoksi që do të flasim sot nuk ka për qëllim që ne ta vëmë organizmin ton drejt një sforcimi të fortë fizik, psikologjik dhe shpirtëror, por thjesht ka këtë pikësynim, të marrim, të sqarojmë se si ta vëmë në shërbimin ton gjithë këtë pranverë kaq të vrullshme dhe të begat, që ne të bëjmë një shplarje, një përmirësim të funksionit të organeve tona të brendshme. Çfarë kriteresh duhet të plotësoj me të vërtet një produkt që të quhet detoks? Së pari, të ketë nga këto fitokimikatet që të jenë sa më natyrale dhe pa shumë kimikate ose pesticide, ose mundësisht këto të jenë të limituara drejt zeros. Së dyti, të përmirësoj funksionet e organeve të brendshme në radhë të parë të mëlçisë, pra të na bëj një detoks të mëlçisë dhe të përmirësoj funksionin e saj. Së dyti, të përmirësoj funksionin e veshkave dhe të nxisim epiteli renal që ky të më largoj sa më shumë toksina të krijuara gjatë stinës së dimrit nga trupi jon. Së treti, të përmirësojmë funksionin e sistemit të tretjes dhe të jashtëqitjes dhe ky të jetë i gatshëm që ne të mos na ndikoj në shtimin në peshë, por të mirë funksionoj dhe të sigurojmë, si thuash, edhe një luftë të heshtur mbi peshës tonë trupore. Tjetër, të kemi një gjumë sa më të qetë, të jemi sa më të harmonizuar me punën dhe me shoqërinë dhe gjithçka të jetë jo shumë e kushtueshme, por e lidhur me ato produktet e stinës kryesisht natyrale. Dhe mandej, le të themi që ky detoks që do ta shoqëroj njeriu afërsisht rreth 30-45 ditë, do të na japi sinjalet e tij të para brenda 2 javësh. Po si duhet ta bëjmë këtë detoks? Është mirë që në dietën tonë ditore të kemi afërsisht 14 gram fibra për çdo 1000 kalori. Pra, të gjejmë nga ato produkte ushqimore që kanë fibra, siç janë për shembull, qoftë këto muslit, tërshëra, thekra e kështu me radhë, po kështu edhe frutat e thata, që edhe këto përmbajnë fibra, por të fokusohemi më shumë edhe te këto perimet e gjelbra të stinës. Pra, le të marrim për shembull brokolin, e cila në përbërje të saj ka sulfuraminën, është një kimikat i cili bën një detoks të trupit shumë të mirë, por përmban edhe kimikate të tjera që nuk diskutohet, që juve keni dëgjuar, luftojnë këto qelizat kancerogjene. Po të përmendim edhe po kështu edhe karotën, po kështu hudhra, qepa, selinoja, finoku, janë me të vërtet suplemente që ju duhet i përdorni në stinën e pranverës, pasi realizojnë atë pastrimin dhe mirë funksionimin e atyre organeve që ne i përmendëm më sipër. Tjetër, në detoksin ton duhet të dominoj, të mbizotroj ujë, por ky ujë sigurisht që duhet të jetë i lidhur me disa produkte nga këto që ne do të shpjegojmë, që të realizojmë me të vërtet atë shplarjen e trupit me këtë sasinë e tepërt të ujit që ne duhet të marrim gjatë ditës. Dhe jo vetëm një ujë detoks që ne do ta interpretojmë këtu, por ne do të tregojmë se si mund të përgatitet edhe një sup detoks në kushtet e shtëpisë. Nëse do të shikojmë një gjetje si shpat, që është angjinaria, ose kjo zona e Tiranës si thot lulje e djathit,
Detoksi që bën angjinarja është i mrekullueshëm për trupin e njeriut, pasi përmban fitokimikate që largojnë toksinat nga mëlçia. Angjinaren e gjejmë shumë nëpër shpatet e Tiranës, ka filluar që edhe të kultivohet, por të mos harrojmë që tek e egra afërsisht fitokimikatet ndodhen 1 herë e gjysmë ose 2 herë më shumë. Kjo mund të përdoret pak e zjerë dhe mandej mund ta marrim dhe ta grim në këtë grirsi, në këtë blenderin. Tjetër, mendra e butë ose nenexhiku, ajo mendra e errëmir që neve e përdorim sidomos për erëzën e pulës dhe pak të peshkut, me vërtet na ndihmojnë, përmirësojnë funksionin e mëlçisë dhe kjo bën atë detoksin e trupit, por nenexhiku ose mendra na largon shumë mirë edhe këto gazrat e tepërta që çlirohen në zorë. Le të vemi tek përdorimi i finokut, i cili fal kimikateve të tij, atëherë ky na ndihmon që të mirë funksionojë sistemi i tretjes dhe jashtëqitjes, e shoqëruar hera herës edhe me kërcenjtë e selinos ose edhe me gjethet e saj. Nuk duhet të na mungojë në gjellët me perime hudhra, 2-3 thelpinj për çdo person që mund të zihej pak, 1 çerek qepe për çdo individ, sidomos kur kjo të jetë në drek, trangulli që mund të përdoret në detoksin me ujë, limoni që mund të përdoret qoftë në detoksin me ujë, qoftë tek ajo perimja, ajo supa detoks që ne mund ta demonstrojmë këtu. Njëkohësisht mund të përdoret me shumë efikasitet lule shtrydhja dhe le të vemi tek ajo që përmban një gamë të gjerë me vërtet bomba antioksidantesh tek çaji i frutave të pyllit. Atëherë, këto fruta të pyllit, të cilat nuk përmbajnë toksina, nuk përmbajnë pesticide e kështu me radhë, që janë rritur në gjendje të egër natyrale, duke filluar që nga boronica dhe përfundojmë tek molla egër e kështu me radhë, atëherë na ndihmon shumë mirë në detoksin e trupit. Si mund të bëjmë praktikisht një detoks? Së pari, mund ta fillojmë me një detoks ujë në mëngjes. Mirë do të ishte që uji të ishte i ngrohtë dhe marrim afërsisht 200 ml ujë, e hedhim në një gotë. Hedhim në të një lugë gjelle me uthullën e mollës së egër. E mrekullueshme për shkrirjen e dhjamit në organizëm, për lehtësimin e tretjes, për normalizimin e tensionit. Shtojmë në të një lugë çaj me mjalt, shumë lulësh ose gështenje. Dhe kjo do të vini re që enzimat që ndodhen tek mjalti, plus këto kimikatet pra acidet organike që ndodheshin tek uthulla e mollës, do të jenë me të vërtet detoks lajmtarët e parë të një detoksi pranveror. Pra, ne shikojmë këto 2 produkte, të cilat fillojnë të ndryshojnë pamjen e ujit. Tretet mirë mjalti, ju theksojmë se nëse ne mjaltin do ta konsumojmë ashtu siç e mbushim lugën, të jeni të bindur që mjalti shikon se çfarë veti e ka. Do të fillojë të bjeri në fundin e gotës. Po kështu, vazhdon që të bjerë edhe mjalti kur ne marrim një lugë gjelle për shembull, bie në fundin e stomakut. Dhe stomaku nuk harrin kurrën e kurrës që ta tresi këtë mjalt, kështu që ky vazhdon të eci në sistemin e tretjes dhe njeriu absorbon nga ky produkt kaq i rëndësishëm, mund të themi vetëm 25 deri në 30% të tij. E tresi mirë dhe në të mund të shtojmë një lugë supe me fara liri, e trazojmë dhe do të vëmë re që ky ujë me kalimin e kohës do të fillojë dhe të trashet pak. Sikur thjesht këto pak përbërës që unë përmenda të përdorim dhe ta pim këtë ujin esëll 15 minuta para buke, do të vëmë re që trupi jonë fillon me të vërtet procesin e detoksifikimit. Ditën tjetër, ne do të vëmë re që do të kemi një defekim shumë
normal, do të vëmë re që gjatë ditës nuk do të kemi fryrje të barku dhe të zorve, dhe sigurisht ajo mrekullia e njerëzve të moshuar, pasi detoksi ka të bëjë shumë edhe me moshën, atëhere ata do të fillojnë që të ndjejnë lehtësinë e funksionimit të punës së zemrës. Çfarë mund të shtojmë tjetër nëse do të duam? Atëhere, pak nga gjethet e energjikut, që neve mundet t'i grimcojmë kështu, pra 3-4 gjethe, dhe i hedhim në këtë, hedhim pak finok, dhe mendojmë që ky detoks përsëri bëhet me të vërtet më pastrues, më mirë funksionues i organizmit. Pra, ajo aroma me të vërtet si ajo karamelja e finokut filloi që të përhapet. Ose i grimcoj me thik, ose i këpusim pak me duar, ky le të themi është një detoks shumë i thjeshtë. Nëse duam që ky produkt të pasurohet ndoshta edhe me pak trangull, mund ta bëjmë. Nëse mundet që të hedhim në të 1 ose 2 lule shtrydhe, përsëri mund t'i shtojmë. Por le të themi kjo kaq dhe është i mrekullueshëm. Pra, një detoks i mrekullueshëm 15 minuta para buke. Detoksi tjetër që mund të përgatitet, le të themi 1 gjysmë limoni për një person, dhe në të mund të shtojmë pak të grira të xhinxherit, pasi kjo do të na ndihmojë në shkrirjen e dhjamit në organizëm dhe ndihmon shumë mirë në mbytjen e virozave të stinës që mund të ketë njeriu. Pra, grim 2 deri në 3 feta për çdo individ në gotën e çajit. Marrim 1 gjysmë limoni e shtrydhim, hedhim ujë në të, shtojmë përsëri 1 lugë çaj me mjalt, grim në të 2-3 feta me xhinxher dhe mund t'i shtojmë selino ose majdanoz dhe finok sipas dëshirës. Edhe ky detoks, pra me këtë lëngun e limonit, e pëlqen shumë mirë farën e lirit ose farat e qijas. Ja pra, me 2 mënyra shumë të thjeshta, ne fillojmë procesin e detoksit të trupit dhe mandej lehtësojmë më së miri funksionimin e sistemit të tretjes. Por le të vemi tashmë edhe tek një sup detoks me perime. Nuk do të marr përsipër atë detyrën e kuzhinierit, por të sqarojmë se një njeri, për shembull, nga një sup detoks me këto perime, për shembull, brokol, ku ne mund të hedhim 2 kokra të tilla për një person. Pra, 2 deri në 3 boce. Ku ne do të shtojmë 1 gjysmë karote për çdo individ, pra grim pak holl këtë, karotën, për shembull gjysmën, grim 1/4 e qepës për një njeri, grim në të pak xhinxher, ose xhinxherin mund ta shtojmë në fund, 3 thelpinj hudhra për çdo individ dhe i marrim, ju japim një zierje të lehtë për 4 deri në 5 minuta. Në këtë sup ne mund të shtojmë edhe pak gjethe spinaqi dhe nëse kemi pak gjethe të angjinares, të cilat mund të jenë afërsisht 2-3 gjethe të tilla për çdo person. Kjo sup, këto perime, pasi kanë zier 4-5 minuta, i grim në këtë blenderin, në këtë grirsin, së bashku me atë ujin e tyre që kanë. Mandej, i shtojmë lëngun e limonit dhe finokun dhe majdanozin. Do të vëmë re që kjo sup detoks do të jetë e mrekullueshme, do të jetë shumë e shijshme dhe mirë funksionale për organizmin tonë. Dhe së fundi, ne kemi vënë re që në treg qarkullojnë ato patatet e mëdhaja të ëmbla. Një sup detoks e tillë mund të bëhet edhe me këto patatet e ëmbla, por tek patatet e ëmbla nuk duhet të na mungojë karota, çereku i qepës, 2-3 thelpinj hudhra për çdo individ, xhinxheri, edhe këto ziejnë 3-4 minuta, i marrim pastaj e grim tek blenderi, shtojmë limonin, shtojmë finokun dhe mund të shtojmë fara të lajthis të grira imët, mund të shtojmë 1 lugë supe me farat e kijas. Edhe kjo sup me patatet e ëmbla shërben si një detoks i mrekullueshëm për trupin tonë.
Shpresojmë që këto pak informacione dhe të shpejta që ju ndash t'ju kenë shërbyer më së miri për detoksin pranveror. Ju urojmë një detoks të mbarë.